tradita jonë kërkon që me pas edhe një shtëpi e tandë ndikun. E përmend edhe shtetin social, po mendoj nëse e shikon ndarjet buxhetore, dikush mundet me thonë që Kosova që ka një prej shteteve më të mëdha sociale, për shkak se japën mbi 700 milionë euro në vit transfere sociale, qoftë për kategoritë e luftës, pensioner, e shpërgosur politik, ata që kanë nevojë për ndihma sociale. Por kjo ndihma shumë është një farë ndihme patriotike, duke mos mund me ju bë zgjidhje atyre që kanë kontribuar gjatë viteve të 90 ose edhe më herët, ja kanë dhënë një pension. Edhe aty mundet me marrë pension edhe dikush që ka biznes, për shkak se ajo nuk i përjashton ata. Po në anën tjetër, ata që tamam kanë nevojë, skema e ndihmës sociale është shumë e ulët, edhe ka mbetur se e ngrirë për shumë vjet, nuk po zgjerohet më shumë me... Unë përdora shtetin social në kuptimin e Bismarckut, do të thonë ideja e shtetit social lind kur Bismarcku, i cili ishte krejtësisht i politikave djathta në Gjermani, mendoj se mënyra më e mirë e parandalimit të ardhjes së forcave të majta revolucionare e tjera do të ishte që t'i krijoj bazat e mira për mbrojtje sociale, mbrojtje shëndetësore të qytetarëve të vet dhe sigurimin e shkollimit të barabartë për qytetarët e vet. Dhe kjo pastaj u shndrua në terminologjinë angleze në welfare state, që është një koncept i cili është ndërtuar në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Ne nuk e kemi mbrit ende atë stad, pra nuk flasim për mbrojtje sociale si mbrojtje shëndetësore, mbrojtje të sigurimit, një sistem të sigurimit pensional, nuk flasim për të drejta në shkollim, të drejta cilësore në shkollim, do të thonë jo drejta vetëm të regjistrimit. Dhe ky është problemi i mosarritjes së shtetësisë së Kosovës. Është një raport i Bankës Botërore me një mas luftë që thotë nëse targetohen gjithë varfërit, do të mjaftonin 80 milion marka në atë kohë për me nxjerrë krejt njerëz të Kosovës prej varfërisë. Me të njëjtën logjik, duke marrë parasysh dhënat për varfërinë dhe varfërinë ekstreme, ne nga patëm llogarit sa i dohën Kosovës për me nxjerrë këta 17% që janë në varfëri. Edhe me këto 700 milion do të mjaftonte që nëse targetohen mirë, asnjë i varfër të mos mbetej në Kosovë. Tash shpesh jam keq kuptuar, kam thënë që nuk do duhej mi u dhon pensione arsimtarëve viteve të 90-ta, shpërgosurve politik, kategorive dala nga lufta, për shkak se e redukton kontributin e tyre në një rrogë mujore që nuk do duhej, për shkak se askush nuk do të shkonte burg për atë rrogë. Por nëse dikush do të ishte në gjendje transsociale, është më mirë me dhon 700 euro, 800 euro në muaj, po ajo ndihmë me qenë do me thonë se që ai mos me met pastaj prap në varfëri, në vend se me qenë e kundërta që nëse ke qenë luftë e merr automatikisht. Po mendoj këtë reformë nuk po guxon asnjë prej qeverive me ndërmarr për shkak të lobit të fortë të kategorive dalëra nga lufta, por kjo do të ishte shumë përfitabile edhe për ata. E përmend edhe në diskutimin paraprak sa i përket zhvillimit edhe zhvillimit pa kontrolluar. Një prej arsyeve pse kemi filluar Atlas Institute edhe është një farë disi që ja kena bo Ayn Rand, për shkak se unë kam lexuar goxha shumë Ayn Rand të Atlas Shrugged apo përkthyer shqip është Revolta e Atlasit. Edhe aty e kanë komplet burimin libertarian, që mendojnë që nuk duhet aktiviteti ekonomik fare me kontrollu për shkak se vetë kontrollohet prej tregut. Dhe kjo logjik ka pru pastaj edhe këto eksternalitete që ne i vuajmë. Për shembull, qoftë prodhimi i çmyrit, qoftë veturat që hyjnë këtu, qoftë aktiviteti i kurthizve dhe industrisë tjetër. Dhe ideja është që po zhvillimi ekonomik është shumë i mirë, edhe pa natyrisht atë po synojmë, por do duhet i kishte parasysh edhe këto eksternalitete që na pengojnë në jetën tonë të përditshme. Tash po jemi të lidhur unë dhe ti gati në një rrëfim të njëjtë, është rrëfimi të cilën unë kam filluar si gazetar para 40 vjetësh. Pra narracioni në Kosovë nuk po ndryshon. Jemi të i trajtuar të njëjtat probleme, do të jenë zhvillimin ekonomik, çka duhet me investu në infrastrukturë. Problemi sillet të jetë i njëjtë, do të thonë jemi të folë për obiliqin, për termocentralet,
të cilat janë ndërtuara në kohë të socializmit, një pjesë në Kosova A me teknologji të Gjermanisë lindore, imagjino, dhe Kosova B me teknologji të përzierë mas të madhe franceze dhe amerikane. Por kjo ka ndodhur në vitin 82-3, më duket, Kosova B. Ndërkohë, krejtësisht bota ka ndryshuar në formë fundamentale. Një pyetje e cila i bë ChatGPT-s kur do të lumë në Barcelona sonte, ku mund ta blej biletën më të lirë për Zürich. Ajo pyetje në ChatGPT shpenzon 20 minuta të një poçe elektrik. Do të thonë aq energji shpenzon. Në fund të këtij 10 vjeçi, inteligjenca artificiale do të shpenzojë diku 8% të energjisë botërore, energjisë elektrike botërore. E ne jemi ende duke folë për termocentralin Kosova A dhe Kosova B. Si do ta bëjmë tranzicionin? Sepse kjo është problemi thelbësor i këtij vendi. Si ta bësh tranzicionin drejt energjisë më produktive, të themi ashtu, edhe duke ruajt ambientin, kur energjia jote varet në mas të madhe 90% gati me prodhimin e çmyrit. Vendet e pazhvilluara kanë një avantazh, prej shumë disa avantazheve kanë disa avantazhe edhe ndaj vendeve të zhvilluara. Një ndër to është që kur të hyjnë teknologjia e re, je në pozicion shumë më të mirë për me adaptu prej fillimit sesa me shku edhe me i përdor gjitha teknologjitë cilat i kanë përdor vendet e zhvilluara. Një shembull, kur Estonia ka dalë prej bashkimit sovjetik, kanë pas plane për me vendos linja telefonike për shkak se nuk kanë pas as telefon. Edhe Finlanda në atë kohë ka qenë në proces të ndrrimit prej telefonisë analoge në digitale dhe ka thonë në Estoni që ta fali komplet rrjetin. Estonia ka thonë që nëse pas disa viteve më duhet me dalë prapë në digitale, pse mos me fillu prej fillimit. Edhe tash ne kemi pikërisht për shkak se u kohën e pazhvilluar, tash Estonia ka fillu procesin e digitalizimit mbar edhe prej fillimit, dhe tash është një prej vendeve më të digitalizuar. Krejt e marrin shembull Estonian sa i përket e-qeverisjes edhe shërbimeve tjera digjitale. Njëjtë në Afrikë, për shkak se kur s'kan pas landline apo vija telefonike tradicionale, në momentin që ka hyrë telefonia mobile, ata kanë kalu drejt në telefoni mobile dhe është një prej kontinenteve që është zhvilluar mas shumti. Vendet që nuk kanë pas sistem tradicional bankar kanë kalu shumë shpejt, shumë më lehtë e më shpejt në pagesa përmes telefonave mobil, krahasim me vende tjera të cilat e reziston edhe ajo e vjetra. Domethënë edhe ne jena në çat pozicion. E tash qysh e zgjedh kjo punë e çmyrit? Jena në çat pozicion vend se ne me ndërtu një termocentral të ri apo me marr termocentrale me gaz. Është shumë projekt i mirë ky i MCC-s për vendosjen e baterisë, e cila nuk e zgjidh gjithë problemin, po tregon që kjo i është me qenë logjika se si të kalohet në këtë tranzicion energjetik, për shkak se Kosova është një prej vendeve me intensitetin më të madh të karbonit, do të thonë përmendëm mbi 90% e energjisë që përdoret prej çmyrit, asnjë vend tjetër nuk e ka në Evropë.